se unë ka ta sërcop, kur dënojnë a djallë, gjykojt me pluman salë gjyzit të mdeqin 5.000 mi prap. Se më ka prembes shteti. Dëshmitarët tregojnë se gjyqtari u rrëzuan mbi tavolinë, ndërsa një dosje e bardhë u njollos me gjak. Bëhet fjalë për ngjarjen e rëndë ku u vra gjyqtari Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Autori nuk u mjaftua me kaq, por qelloi sërish. Këtë herë drejt palës Paditse, babe bir Erviz Derakip Kurtaj. Djali 45 vjeçar pasi del nga salla me babain, instinktivisht e mbulon me trup këtë të fundit për ta mbrojtur nga plumbat. Në këtë moment, autori u larmën, nuk qëllon më. Drejtohet drejt rojës së sigurisë dhe ja dorëzon atij pistoletën i qetë, sikur të mos kishte bërë asgjë. Vazhdova të qelloja sërish. Nuk i kam harxuar të gjitha plumbat, më kishin mbetur edhe 3 plumba të tjerë. Në momentin që po qelloja, kuptova të çfarë po bëja. Aty ndalova së qelluari dhe shkova dorëzova pistoletën tek roja i sigurisë. Dola jashtë dhe prita të vinte policia që të dorëzohesha. U shpreh shkëmbi. Patrulla e parë mbriti në vend ngjarje 6 minuta më pas. Elvis Shkambi ndodhej ende në obor, në këmbë, duke pritur uniformat blu. Jo vetëm që nuk bëri rezistencë, por u thriste policëve të orientuar të arrestonin, pasi ishte pikërisht ai autori i krimit.